Unë fillimisht du që ta ngushëlloj familjen e presidentit edhe presidentin, i cili po besoj që i kalon momentet më të vështira të jetës së tij, sepse nuk pat mundësi që të merr pjesë në lagj të mirë në fundit të babës së tij. Kontributi i familjes ka qenë jashtëzakonshëm. Hashim thot që nuk është veç president dhe që e ka pru të momenti, por është njëri prej atyre që kontributi i tij ka qenë edhe para luftës në organizimin e celulave të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po edhe gjatë luftës, po edhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Kështu që kontributi i familjes është jashtëzakonshëm. Si është një faktë që e përmend ju mosdhënien e lejes për ta bërë. Kjo Paloma e bën më të atë gjykatë hala bën më të pabesueshme, sepse secila gjykatë, edhe gjykata Hagës, kur i ka ndodhur Ramushit vrasja e vllavt, domthonë e ka leju dhe secili institucion i burgut që ka ndodhur në rast të tillë, domthonë e ka leju familjarin të marrë pjesë në varrim. Kjo është një rast vërtet i çuditshëm, po besoj që qytetarët e Republikës Kosovës janë ka e shohin që vërtet kjo veç drejtësi nuk është.